të rrugëve, po dhe proceset të tjera që ne kemi parë në Shqipëri, sa i takon dhe fondeve të tjera në aspekte të tjera të ekonomisë, bujqësia, apo tjera ku ka pasur. Kurse kjo është një gjë që s'ka lidhje me shumë me shtetin, kjo ka lidhje me çdo gjë. Ndërkohë që kjo ka lidhje me pjesa kryesore flas. Po flasim për action, kjo ka lidhje me çdo gjë që na prek të gjithëve si qytetar, siç na prek dhe ajo sepse është te xhepi jon fondet publike dhe mënyra se si janë trajtuar në këto vite veprat e mëdha publike në Shqipëri. E kisha për sistemin që është ngritur me personazhe jo të shtetit. Po. Por që kanë funksion gjithçka asetet të shtetit dorë. Kjo butor. është alarmante, mendoj unë, dhe ky është një moment decisiv sa i takon zhvillimeve të mëvonshme dhe të ardhshme për konsolidimin e institucioneve të shtetit së drejtës në Shqipëri. Është një moment decisiv. Pra ky rast ose kjo çështje po nxjerr në pa disa elementë, domethënë nëse dije mund të jenë perceptuar ose disa njerëz mund të kenë pasur në disa informacione për ca gjëra, sot këto janë publike një pjesë e këtyre gjërave. Janë publike dhe janë në sy të gjithë opinionit publik shqiptar. Dhe kur lexon aty se çfarë ndodh me mënyrën se si trajtohen të dhënat tona personale nga organet që duhet i mbronin ato, që janë të parat që kanë përgjegjësinë të na mbrojnë neve. Dhe kur ti shikon se si qarkullohen ato, se si trafikohen këto të dhëna, kjo është një... Dhe hakerat iranian na pas kanë dëmtuar shumë pak krahasuar me çka na ka ndodhur këtu brenda territorit tonë. Në dëmin më të madh gjithmonë ja bëjmë vetvetes, dhe në këtë rast ky është një moment shumë decisiv dhe duhet marrë një kthes e madhe në raport me mënyrën se si ne trajtojmë çështjet e sigurisë kombëtare. Siguria kombëtare nuk është çështje instrumentalizimi nga politika. Siguria kombëtare është çështje e kombit, e të ardhmes tonë, e të ardhmes fëmijëve tanë, dhe nuk duhet të trajtohet në këtë mënyrë. A duhet të mblidhte presidenti i Republikës në këtë situatë dhe Këshilli i Sigurisë Kombëtare për ta trajtuar me të gjithë drejtuesit e shtetit shqiptar, se nuk është një gjë e lehtë, e rastishme që na ka ndodhur. Që është një gjë që duhet trajtuar me seriozitet maksimal për të nxjerrë mësime dhe për të kuptuar ku është gabuar, ku ka çeduar shteti, ku kanë çeduar institucionet, gjitha institucionet e sigurisë, pa përjashtim duhet bëjnë një analizë dhe përgjegjësinë që ka patjetër dhe presidenti i Republikës, po dhe kryeministri nga ana tjetër, të gjithë ata që kanë përgjegjësi konkrete në këtë rast duhet që të bëjnë analiza. Dhe unë shpresoj dhe uroj që ata ta kenë filluar këtë gjë. Pastaj mbledhja është një çështje që i takon organit përkatës dhe gjykon ai se kur e mbledh, nuk mund ta them tani varet se si janë duke. Jo, ne po bëjmë një analizë të zhvillimeve. Varet se si janë duke zhvilluar gjërat brenda institucioneve, nuk jam në gjendje të ta them këtë aktualisht me informacionin që kam, por kam përshtypjen që duhet dhe është e domosdoshme që të bëhet një analizë dhe të nxirren jo vetëm drejtësia të bëjë punën e vet, por të nxirren dhe përgjegjësi dhe të nxjerrim mësime dhe për të ardhmen mos të përsërisim më të njëjtat gabime. Dhe kjo është më e rëndësishme, mendoj, se gabime mund të bëhen në rrugën e forcimit. Por këto më duket se janë më shumë se gabime me atë që ka ndodhur. Janë faje, por gabime e kisha këtu për ta mbyllur fjalën, gabime mund të bëhen në rrugën e shtetndërtimit, shtetformimit, pra janë njerëzore gabimet, por kur kemi gabime të bëra me faj dhe me dashje, aty duhet të ndalemi dhe duhet i shqyrtojmë me shumë kujdes, se thash dhe një tjetër kanë të bëjnë me të ardhmen tonë, me sigurinë tonë aktuale dhe me të ardhmen e vendit, me të ardhmen e kombit. Këto çështje. E vërtet, ndërkohë në anën tjetër, opozita, Partia Demokratike, si po duket që po e mbyll 2025-ën, ka qenë një vit i vështirë për Partinë Demokratike, partinë kryesore të opozitës, me pjesën e para 11 majit, me akuzat e pas 11 majit, me situatën e brendshme së fundi brenda saj dhe me një protestë kombëtare që nisi në datën 22 dhjetor para kryeministrisë me moton të largojmë Edi Ramën dhe këtë qeveri. Shiko, opozita patjetër që ka shumë probleme brenda vetes në radhë të parë. Unë shikoj një mungesë reflektimi. Doli dhe raporti i zgjedhjeve, dolën dhe ato problematikat që një pjesë kanë qenë, një pjesë mund të jenë theksuar më shumë në këto zgjedhje, pra ku është mëshuar për problematikat që ka pasur, për abuzivizmin që ka pasur dhe nga sektor, nga komponentë caktuar të administratës, keqpërdorimi pra i funksioneve publike në funksion të zgjedhjeve, në shërbim pra të zgjedhjeve ose të partive kryesisht të mazhorancës, kuptohet, por nga ana tjetër Partia Demokratike ka shumë vend për përmirësim. Domethënë, Shqipëria ka nevojë për një opozitë të sinqertë. Duhet të jetë shumë më e sinqertë dhe shumë e hapur ndaj shqiptarëve. Unë këtë sinqeritet dhe këtë hapje e shikoj shumë problematike dhe vëre një mungesë besimi të opinionit publik, të ne qytetarëve thjesht tek kjo opozitë, sepse opozita
është shumë e rëndësishme në një sistem demokratik, sidomos në një sistem si ky joni kur është kryesisht dy partijak. Dhe ne shikojmë si alternativë qeverisë për nesër, gjithmonë opozitën. Ndërkohë ku ne shohim aty që edhe duke marrë shkazë nga debatet e fundit brenda PD-s për shembull, që sapo del dikush që artikulon një ide në faza foshnjore ose në faza fillestare, le të themi, se tre takime bëri Ervin Saliani. Vetëm për të rigjenerizuar ose për t'i dhënë një format tjetër edhe kësaj analizës post-zgjedhore, problematikave që janë shfaqur brenda forcës. Pra, unë mendoj se këto i vlen një force politike, patjetër jo për të kriju përçarje, jo për të kriju fraksione që mund të ndikojnë negativisht në konsolidimin